që nga dita e mërkurë në qendër të Prishtinës është hapur panajiri 25 i librit, një ndër ngjarjet më të rëndësishme kulturore të vitit në Kosovë. Në ditën e dytë të këtij organizimi, panajirin e vizitoi edhe kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës, Muftiu Naim Efendi Tërnava. Gjatë vizitës, Muftiu Tërnava pati rastin të shënë nga afër botimet më të reja të shtëpive botuese pjesëmarrëse, duke u ndalur në veçanti tek stenda e shtëpisë botuese Dituria Islame. Ai u interesua për titujt më të rinj që kjo shtëpi po ofron për publikun, si dhe për temat e trajtuara. Në mesin e shtëpive botuese që po marrin pjesë në këtë panajir është edhe ajo e Bashkisë Islame të Kosovës, Dituria Islame, e cila po promovon mbi 80 tituj të ndryshëm, përfshirë ato më të rejat, teksa edhe interesimi është mjaft i lartë. Po interesimi i lexuesve është zakonisht për mësimet bazë të islamit, siç është namazi, agjërimi, kryerja e ritualeve të haxhit. Kjo tek të rit, do të thotë dëshirojnë të njohin bazat e islamit, mësojnë islamin e mirëfill. Tek moshat më të mesme apo tek studiuesit është në interes literatura, do të thotë shkencore apo të autoriteteve siç është alimi shqiptar Ali Efendi Jakupi, dietarët shqiptar në perandorinë osmane e kështu me radhë. Kurse tek të rit, ashtu sikurse që ka literaturë mësimi bazë, edhe jeta e Muhamedit alayhis salam, që e kemi sjellur tek libri Muhamedi Profeti Islam, që është një ndër librat më të kërkuara në panajir tek gjeneratat e reja. Në anën tjetër, lexuesit që vizituan stenden e Diturisë Islame u shprehen se vlerësojnë veçantinë e këtyre botimeve, të cilat ofrojnë çështje të thelluar dhe autentike mbi temat me rëndësi fetare, kulturore dhe historike. Po tashmë panajiri që 25 vite pra në Kosovë dhe është mundësi e mirë për të gjithë ata që dëshirojnë ta kenë ndonjë libër të tyre, pra sepse që është botuar në një vend tjetër dhe nuk mund ta gjeni për libraritë tona, atëherë panajiri përmbledh të gjithë shtëpitë botuese nga bardh territoret shqiptare dhe ne e gjejmë aty për patjetër në panajir. Si studiues e historisë, pra më shumë neve na shkojnë çështjet kontributi i hoxhallarëve, gjithsesi për çështjen e Kosovës, por edhe çështjen shqiptare, pra ka njëra prej librave që mbron në sy kontributi i hoxhallarëve në çështjen shqiptare, që kjo tregon pra shumë edhe për të ardhmen që po shkruhet, sepse besimi islam në Kosovë dhe viset shqiptare ka pasur një kontribut të çmuar pra për vetë shëndërtimin e këtyre dy shteteve, edhe shteti shqiptar pra në Shqipëri për gjatë historisë, por edhe shteti të Kosovës pra lufta e fundit në Kosovë, që edhe Bashkia Islame ka nxjerrë disa botime pra për kontributin e hoxhallarëve për çështjen shqiptare. Po, te këndi shtëpisë botuese Dituria Islame, sot ka marrë pak a shumë për literaturë të caktuar, sot ka marrë dhe kom zgjedh librat e Muftiut Kosovës, Naim Tërnavës, të cilat i ka votu ligjerime për feja dhe. Këtu pastaj ka marrë edhe disa literatura shtesë, të cilat janë po ashtu të votuar prej shtëpisë botuese Dituria Islame. Lexuesit në tendën Dituria Islame gjejnë botime të fushave të ndryshme, si teologjia islame, trashëgimia shpirtërore dhe materiale, historia islame, si dhe fusha të tjera.